Kemi tani në pjesën tjetër të emisionit Sportfolio në Radio Dogazhin dhe kemi nderin ta kemi Fidan Shatrin, drejtor ekzekutiv i Agjencisë për Sport. Faleminderit shumë që je sonte me ne. Faleminderit për te. Po debuton me neve sonte, mos s'kena pas asnjëherë. Është kënaqësi me qenë në emision tuaj, pasi që është e di që këtë jetën e mor me sport. E vërtet. Nuk na ka qit keq besoj deri tash. Sporti prapë është sferë më e mirë se tjera. Më marrë reksuese. Mboni përshtypje e plasove herën e fundit tash frek një të dhënë sa i përket përfitimeve për ligjit sponsorizimit. Jemi më shtator, normal që shumë klube kanë përfituar për ligjit sponsorizimit. Ato që i keni po janë disa prej klubeve që deri në këtë periudhë kanë qenë përfituese edhe që kanë shfrytzuar në mos më të madh ligjin për sponsorizim. Është ligji për sponsorizim e dim këtë, është ligji më i mirë ndoshta në fushën e sportit për shkak që i jep mundësi dim klubeve të cilat përfitojnë direkt prej sponsorëve të mundshëm. Po mundohemi aq sa po mundim që të jemi edhe të mundohemi të punojmë sa më shumë nga ona e transparencës për shkak që edhe e kemi detyrë, po edhe me pa që ka po shkojnë mjetet cilat klubet po përfitojnë. Normal që është sporti, e dim që shumica e tyrave të klubet shkojnë për pagesa direkte, për sportista, në këtë rast për stafe, po këtë vit e kemi një pasqyrë më të qartë që ka po shkojnë mjetet, për çka pi përdorin klubet më shumë mjetet, për paga, për pajisje, për organizimet ndryshme të ndeshjeve, po kemi disa klube që janë bërë pak më serioze në këtë drejtim. Po kemi edhe klube të cilat vijnë kohë që të kuptojnë që ta ruajmë këtë ligj. Është çështja paros publike. Po, në fund ditës to mjete një rrugë ndryshe, një rrugë e cila jo financim direkt, po financim indirekt me parën publike në fushën e sportit. Mboni përshtypje, basketi ke duk shumë më mirë se sa futbolli sa i përket përfitimeve nga ligji sponsorizimit. Nëse s'gaboj Golden Eagle ju ka dikon 1.diçka milion, kurse te futbolli se di se la për skuadrave ke në ranglistë e para ke 200-300.000 euro, çështë diçka i pat vlerën e përfitimeve. Në momentin që po flasim ndoshta ka kërkesa ende, të cilat nuk janë trajtuar. Po, e kuptueshme, ndryshon, po edhe jemi kemi hyrë në 3 mujorëshin e fundit ku është çdo herë kërkesat janë 10 herë shumë fish më shumë. Basketbolli edhe në 2024 në përgjithësi ka përfituar më shumë se gjitha sportet tjera. Unë mendoj që ndoshta organizimi i klubeve të basketbollit është nivel më i lartë se sportet tjera dhe ndoshta kjo është ajo që klubet e basketbollit përfitojnë më shumë se sa klubet e futbollit ose klubet tjera. Vitin e kaluar në futboll kemi pas Prishtinën, klubin e futboll Prishtina, e cila ka qenë përfituesja më e madhe në futboll dhe një ndër përfituesit më të mëdha në përgjithësi. Po, ka pas 1.5 milion. Po normal që futbolli është industri nivelit tjetër ndoshta në krahasim me sportet tjera, po ja që klubet e basketbollit, infrastrukturën, organizative njerëzore, burime njerëzore kanë më të zhvilluar mendoj se sa sportet tjera. Në aspekt logjik kur po mendoj për shembull futbolli e ka mundësinë e shitjes futbollistëve, profitimit nga futbollistë shumë më të madhe. Basketi në anën tjetër nuk e ka të njëjtën sikurse futbolli. Po, e vërtetë. Basketi është më shumë important se sa që eksporton. E vërtetë. Edhe kjo është arsyeja pse gjitha shumica klubeve Superligës 90% janë edhe të regjistruar si biznese. Po. Ndërsa klubet e sporteve tjera 90% janë OEQ. Organizatë qeveritare. Po, organizatë qeveritare, kështu që ndoshta kjo që thatë edhe që mundësia e shitjeve të lojtarëve dhe përfitimin nga ona tjetër krijon balans ndryshe. Kemi pas rastin Ballkoni, Prishtina kohën e fundit, Drita nëse nuk gaboj ka pas shitjet lojtarëve, sidomos Ballkoni para 2-3 viteve, 5-6 lojtarë, normal që ato fitojnë tyra tjera
nga investimi që është bërë në lojtarë që janë zhvilluar. Çka mboni përshtypje ke që shumë pak investohet, shumë pak ka prurje sa i përket ligjit sponsorizimit në sportin e femrave. Pse ndodh kjo? Është problem ndoshta madhor, mos të madhor, po kogja problem sfidus, për shkak që ndoshta interesimi i bizneseve është te sportet e moshkujve për shumë arsye. Ndoshta marketingu më i madh, promovimi i biznesit më i madh, shikueshmëria, në tjetër sidomos në basketbol, që shumica sallave janë stërmbushura me shikues, ndeshjet live në televizion, kjo ndoshta janë këto kriterje ndoshta që e bojnë dallimin shumë të madh te sporti femrë, ndoshta edhe organizimi i sporteve të femrave që është nivel ndoshta jo më i mirë se i sportit moshkull, kjo ndoshta e bën atë diferencën, po duhet me punu shumë ma shumë. Për me ndërhyrë në shtapa ka me ndjesh, për me por ndoshta në tarmen që me ndo përqindjen ka shkon edhe pa ka shumë e bo obligative. Obligative, ndoshta të një biznes nëse për marrë shembull nëse i kam i dhonë 10.000 euro, 7.000 euro me pas drejtë, me ndoni përqindje edhe me detyrueshme për sportin e femrave. Ligji është një parapo me u plotsu me ndryshu, kemi marrë shumë inpute dhe normal që do t'i paraqesim të gjitha që t'jetë ligj sa më i mirë, sa më transparent, edhe të shfrytëzohet sa mënyrën më të mirë duhur. A ka pas tendencë për keq përdorime ndonjëherë edhe sa kanë qenë ekipet transparente deri tash, përgjithësi ata që përfitojnë? Tash kjo çështja e transparencës në rastin klub institucion, normal që na i shohim hyrat edhe dalurat edhe raportimet cilat i bojnë, gjitha dyshimit cilat kanë qenë, kemi drejtuar te organet përkatëse, cilat është punë dhe detyrë e tyre që me pa, pasi që ju të gjitha na muj me monitoru sidomos në teren. Duhet shumë njerëz. Duhet shumë staf, shumë punë, pasi që është shumë problematike, por nëse kemi pas dyshimin në ndonjë rast, e kemi drejtuar te organet, po. Te mos përpull, hyra, dalurat, paga, pasi që sot dhe kemi teknologjinë shumë zhvillume, edhe me një telefon mundesh me kry pagesa e tjerë. Kështu që po mundohemi që t'jetë gjithçka transparente, gjithçka transfere, jo pagesa cash. Pasi që edhe ligji për financa publike është përkufizon një gjë të tillë, po mundohemi aq sa po kemi mundësi, kapacitete që me qenë sa më korrekt edhe me qenë sa më transparent. Federatat kanë ndryshuar edhe mënyra e financimit në realitet, mënyra jo, po sasia e financimit për federatat prej periudhës më hershme tash. Realisht po. A është për më anku federatat për financim? Jo, nuk besoj që federatat ndoshta mund më anku, po unë mendoj që pjesa dërmuese edhe mjetet që i marrin ndoshta janë shumë për aq aktivitete sa kanë, cilat i kanë. Jo të gjitha federatat e marrin i gjithë buxhetin, i cili është i nënshkruar me memorandum bashkëpunimit mes institucionit edhe federatës. Buxheti është 2-3 fishu për disa federata prej viteve të fundit, edhe normal që hyrat janë shumë ma shumë se që kanë qenë para 10 viteve, 6 viteve, edhe kjo ka qenë edhe politika e ministrit Qeku që me rrit buxhetin në sport e ka 4 fishu për disa federata, sidomos federatat individuale. Kemi pas edhe programet e veçanta, si supersportistat, programin drejt malit, sportin shkolla, do më thonë aktivitetet për ka qenë edhe Kosova shteti gjudës. Kosova shteti gjudës me vendim të qeverisë, është program 5 vjeçar, dhe po mendoj që ona financiare është e duhur, feedbacku, ona profesionale, ona sportive, mendoj që duhet shumë punë edhe për federata. A vjen shpërblimi i suksesit për këtë financim që bëhet ndaj federatave? Tash hiç sportin e gjudës cilët
gjithë e kam prek kulmin. Rezultatet cilat janë, sporte tjera mendoj që duhet shumë më shumë punë, pasi që mjetet cilat i marrin, po mendoj ndoshta duhet më investu edhe në burimin njerëzor profesionista ose më sjell profesionista që me zhvillu edhe programe profesionale që sporti, cilësia në sport të rritit. Mendoj që na jemi dëshmitar, edhe më dash me mshef një punë nuk muj. S'mon është për shkak që tek e fundit është publike. I kemi parë rezultatet e gjithë të cilit sport, edhe nivelin ku jemi, niveli i cili mendoj që mendësia duhet me ndryshu, edhe është koha nuk është koha veç e pjesëmarrjes në për aktivitete gara, po është koha që kemi edhe rezultate. A dihen sa është mbështetja më e vogël për federatë caktuar dhe sa është më e madhe me shifra? Pa i përmend emrat. Ndoshta shifrat si kam sakta këtu, po parafërsisht po flasim. Parafërsisht mbështetja më e vogël për federatën e 14 e cila është e licencuar, e cila ka licencë, është rreth 80.000 euro, edhe federata më e madhe është rreth 300.000, 400.000 euro. Plus minus që ty mos të gaboj nuk po flasim eksakt, po flasim parafërsisht. Po, është buxheti minimal. Edhe kjo është për pos ligjit sponsorizimit, kjo është shtesë për rregulloja për kategorizim të sporteve, e cila është kategorizuar sporti për vitet e kaluara, është rregulluar cila është me kritere dhe në fund pikëzohen gjitha federata në bazë rezultate dhe në bazë kritere të cilat janë në rregullore, me ligjin e ri për sport, i cili ka hyrë në fuqi vitin e kaluar, edhe procedura financimit rregullore është tu draftuar edhe tu finalizuar. Vitin e kaluar realisht rregulloria për financim është hyrë në fuqi, shtojca e pikëzimit për federata është në përfundim me sipër, e cila normal që prek fusha pak më ndryshe se të kaluamën, transparencën, suksesin, diplomacin, janë disa kritere, cilat në fund për vitin e ardhshëm të shohim edhe federatat që kanë me u kategorizu në këtë rast. Kjo ndodh për herë para, është aplikuar më herë? Rregulloria e re është për herë parë, në vitin 2026 për vitin 2025 që bëhet. Se dalim me pasqyrë më të saktë punës. Normal që po mendoj investimet që u bën në sport edhe financimi që u bën në sport, edhe ka qenë kërkesë e vetë komunitetit sportiv që edhe ligji i sportit të ndryshoj të kemi një ligj më të avancuar, po si ke pas ligj shumë më herët, cili është aprovu, edhe si rrjedhoi kërkesave ka një përfundim i cili e kemi një ligj të ri tash të sportit. Edhe krejt përfund është me prek punën e lojrave mesdhetare. Ka jemi, a rrezikojmë? A jemi të rreziku me lojrat mesdhetare? Jo, nuk jemi të rreziku me lojrat mesdhetare. Fatkeqësisht dim krejt që ligji për lojrat mesdhetare është në gjykatën kushtetuese, me shpresë që do të kthehet përgjigje sa më shpejt. Pas diskutimeve dhe marrëveshjeve mes palëve është kriju këshilli organizativ ose OSMG-ja, që ka dalë derivati i marrëveshjes. Jemi përfaqësues ministrisë, përfaqësues të komunës Prishtinës dhe përfaqësues të Komitetit Olimpik. Komiteti Olimpik është bartës i procesit. Kemi filluar me punë. Jemi në fazën ku jemi fazën e ankesave për tenderin për master planin e lojrave mesdhetare, trashëgimin konceptin e lojrave që hyn në një pako, po shpresoj që shumë shpejt do të shpallet edhe fituesi. Vlerësimin e aplikimeve ka qenë një komision cilin e ka themelu OSMG-ja, ka dalë një rekomandim nga komisioni, ICMG-ja e ka ratifiku, jemi në fazën përfundimtare të këtij procesi, shumë shpejt do të dalë edhe fituesi. Gjithashtu është procedura e logos, do të ndryshoj logo, procedura e web faqes e cila janë të domosdoshme, procese në fund të nëntorit do të jetë një draft fillesor i master planit, i cili do të prezantohet edhe në asamblenë
ICMG-s, cila do të mbahet në Portugali. Masterplani do të thonë është e bjen pjesa përfundimtare para se me nis punimet. Masterplani është është vetëm plani funksionimit. Plani funksionimit të lojrave që kanë me u zhvillu. E pjesa e infrastrukturës? Pjesa e infrastrukturës është me librin e kandidimit, Bitin Bukun, i cilin kanë përfitu edhe lojrat mesatare, janë të përfshim e gjithë infrastruktura e cila po masterplani, ai hap rrugë nisjes punimeve në infrastrukturë. Masterplani, infrastruktura është ndodhur, infrastruktura disa palestra. Çka të bëj me ato? Jo, disa palestra janë edhe kanë filluar punën, si palestra në Gjilan, në Podujev ka fillu projekti për pishinën olimpike. Palestra do të ajo atletikës nëse s'gaboj kanë Kamenic është u bë hartimi planit për pallatin e rinis. Për hartimi i planit për qendrën e studentëve, ne jemi në fazë procedura të cilat janë të vazhduar ka ana infrastrukturës, ndërsa anën sportive, hartimin e konceptit, hartimin e lojrave mesatare do ta kemi një draft i cili do të na vjen së shpejti pasi që të shpallet edhe fituesi. Falenderoj shumë që ishte sonte prezant me nda këto detaje me ndëgjues të Radio Dugajin. Faleminderit për ftesën. Shumë kënaqësi.